po ti grahi me kërkesat tuaja, unë jam qaty. Me Rugovën, me ftesën e tij kisha zhvilluar 3 takime, në kështjellën e Rambujes, më ftonte në dhomën e tij në mbrëmje, kur të tjerët po darkonin e disa vazhdonin edhe me ndonjë gotë alkooli apo pirje duhani. Më tha, po më duhet me pas pa kujdes prej këtyre tëmive, po flasin ka pak si tepër në për koridore. Syri dhe shpirti i keq është çdo kund, po ti grahi me kërkesat tuaja, unë jam qaty. Në shërbim të mbështetjes më të gjerë kombëtare, e takova Ismail Kadaren në banesën e tij në Paris. Kësaj radhe, po sjell disa reshta nga libri i Kadares, Ra ky mart e u pam, që përbën edhe thelbin e këtij bashkëbisedimi. Paris, 18 mars 1999. Në mbrëmje vonë, Hashim Thaçi kishte shprehur dëshirën të më takoj. Një cop herë do të bisedojmë kokë me kokë. Thaçi dukej i paqet. Ata luftëtarët me këtë gjest, me këtë këshillim, tregojnë se e kanë një dozë idealizmi, një përmas që i lidh me të ardhmen, me qytetrimin evropian. Kam shprehur mendimin se lëvizja për çlirimin e Kosovës duhet të jetë pjesë e emancipimit evropian, përfundon Kadareja. Pas nënshkrimit në Paris, objektiva ime ishte rikthimi në Kosovë. Si ndodhi kjo? Nga Parisi përmes Shqipërisë, si zakonisht në përbjeshk u ktheva në Kosovë. Përmes telefonit mbaja kontakte me diplomatë dhe media perëndimore. Në fillim të muajit maj, takova një bashkëluftëtar, më tregoi se prindrit e mi ishin diku 4 deri 5 kilometra larg nga vendi ku unë po qëndroja. Kishin kaluar rreth 7 muaj që nuk ishim parë apo dëgjuar. U gëzova që ishin gjallë, doja t'i shihja, por hezitoja, sepse friksohesha që çdo vizitë e imja mund t'i rrezikonte ata dhe mirat të zhvendosurit të tjerë. Të nesërmen po i njëjti bashkëluftëtar shkoi dhe i nxori pa zhurmë nga turma e refugjatëve. I solli në një lëndin me skodrinave të fshatrave Tushil dhe Tic të Drenicës. Dukeshin të dërmuar, ishin bërë ashtë të lëkur, po kalonin mbi një vit të zhvendosur dhunshëm nga shtëpia e rreth 2 muaj jetë në ambient të hapur. Ende pa ulur mirë në hijen e një lisi në barin e njom pranveror, nëna filloi të nxjerrë prej një qeseje, buk misri, djath, qep dhe krip. Mu lut, haje pak buk, hëngrëm atë sa hëngrëm, qëndruam rreth 1 orë, për mua mbetet pikniku më i mirë jetësor. E dija se për aq sa u gëzuan që më pan, ndoshta dhe më shumë u arrita merakun e tyre për mua. Por ja vlente të shiheshim, së paku të çmalleshim. Ata u kthyen në mesin e të zhvendosurve tjerë në luginat e Tushilës, unë vazhdova udhën time. Kur dhe si takova prindrit për herë të parë pas çlirimit, u ritakua me 23 qershor në Buroj. Gjatë bombardimeve të NATO-s i kisha përcjell në televizionin serb duke u djegur shtëpit familjare. Zyrtarët serb krekoseshin me krenari, i gjithë fshati ishte bërë shkrumbehi, shtëpi e bagti, në pusin e ujit të pishëm kishin hedhur gjësende të ndotura, arat e punueshme tashmë djerin dhe fushat e pashkelura mbi një vit, si kisha parë kur me agjelbrim shpërthyes. Po kalonte pranvera e dytë që dorë njeriu nuk e kishte prekur plugun për lëvrim dhe mbjellje apo mjete teknike për korrje dhe kositje bari. Si në pjesën ndërmuese të territorit të Kosovës, edhe në Buroj kulturat bujqësore të vitit 1998 u kalbë në ara. Në pjesën e parë të vitit 1999 nuk u mboll asgjë e as nuk u kor kurgjë.